Beskallaku ka prekur ndjekësit me një rrëfim tepër emocional në rrjetet sociale, ku ka ndarë kujtimin e një prej gjërave më të shtrenjta për të, bluzën e parë që bleu me rrogun e tij të parë. E hapa dollapin sot dhe e gjeta përsëri, të palosur me kujdes, si të ruante ende brenda aromën e atyre viteve. Bluzën e parë që bleva me rrogun time të parë tek Portokallia. Kanë kaluar plot mbi 20 vite dhe prap nuk mund ta hedh, sepse nuk kam ruajtur një bluzë, kam ruajtur një copë të shpirtit tim. Kam ruajtur djalin që kthehej i lodhur por me zemër plot ëndra. Atë që nuk kishte as siguri as emër as rrugë të shtruar, por kishte një jetë të shmendur për të mos u dorëzuar. Dhe pikërisht për këtë, kjo bluzë për mua ka më shumë vlerë se çdo gjë që kam bler më pas, sepse ma kujton njeriu që isha kur nuk kisha asgjë, përveç besimit se një ditë jeta do më buzëqeshte. Sot e shoh me mall, me dhimbje, me krenari, sepse ndonjëherë gjërat më të vogla janë dëshmitarët më të mëdhenj të luftës që kemi për të bërë për të arritur deri këtu. Po ju çfarë ruani nga e shkuara? Shkruaj Beskallaku në profilin e tij në Instagram. Nga ana tjetër na duhet t'i rikujtojmë se Beskallaku po shijon lidhjen e tij me një vajzë, të cilën nuk ka dëshirë ta bëjë publike.